Të hënën, Melania Trump zbuloi dekorimet e Krishtlindjeve të shtëpisë së bardhë për vitin 2026. Dekorimet e shtëpisë së bardhë të këtij viti përfshin elementë që lidhen me 250 vjetorin e nënshkrimit të Deklaratës së Pavarësisë në 1776, si dhe themelimin e Shteteve të Bashkuara, ndërsa gjithashtu u bën homazh familjeve që kanë humbur një anëtar gjatë shërbimit aktiv ushtarak. Sipas shtëpisë së bardhë, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përzgjodhi personalisht çdo detaj të dekorimit me planifikimin që nisi muaj më parë. Shtëpia është aty ku është zemra. Këtë Krishtlindje le të festojmë dashurinë që kemi brenda nesh, e të ndajmë ato me botën përreth nesh. Në fund të fundit, pavarësisht se ku ndodhemi, ne mund të krijojmë një shtëpi plot me mundësi të pafundme, shkroi Melania në një postim. Një deklaratë e shtëpisë së bardhë tha se Krishtlindjet janë një kohë për të festuar atë që i bën Shtetet e Bashkuara unike, e se ndërsa çdo shtëpi ka traditat e veta, vlerat e përbashkëta i bashkojnë amerikanët. Në çdo komunitet, aktet e thjeshta të mirësisë pasqyrojnë frymën e qëndrueshme amerikane të bujarisë, patriotizmit dhe mirënjohjes, thuaj në deklaratë.